Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, kur mos pini kafe në mëngjes, mund t'ju kushtoj jetën. Nisja e ditës shëndetshëm sigurisht nis nga stomaku. Mënyra e të ushqyerit dhe kujdesi që duhet të tregojmë me gjërat që konsumojmë ose jo në mëngjes është shumë e rëndësishme për shëndetin e organizmit. Këshilla që ne kemi dëgjuar më shpesh kohët e fundit, kur rëndësia të ushqyerit shëndetshëm ka marrë dhënë, është që të pijmë ujë sapo të zgjohemi. Uji e pastron të gjithë organizmin nga toksinat dhe ndihmon në rënien në peshë. Nga ana tjetër, stomaku në mëngjes është delikat dhe nuk duhet mbushur me gjëra të panevojshme dhe që nuk kanë një ndikim pozitiv për shëndetin. Këtu ju do të gjeni listën e gjërave që nuk duhet të bëni kurrë me stomakun bosh sipas ekspertëve. Kur mos pini kafe apo çaj me stomakun bosh. Pirja e kafes me stomakun bosh nxit prodhimin e një acidi i cili shkakton urdhë dhe refluks. Gjithnjë pini një gotë ujë përpara se të pini çdo lloj tjetër pije. Nëse nuk hiqni dorë lehtë nga kafeja, atëherë përpiquni ta pini atë me qumësht. Tretja do të jetë më e mirë dhe stomaku juaj nuk do të jetë edhe aq i rënduar sa për të mos përmirësuar përthithjen e ushqyesve gjatë ditës. Kur mos pini alkool. Pirja e alkoolit me stomakun bosh do të përshpejtojë përthithjen e tij në gjak. Arteriet do të zmadhohen dhe tensioni i gjakut do të bjerë. Kur niveli i alkoolit në gjak është shumë i lartë, atëherë me siguri ju do të humbisni kontrollin dhe do të keni marramendje. Kur mos pini ilaçe me stomakun bosh. Ilaçe të ndryshme kundër dhimbjeve siç janë paracetamoli dhe aspirina nuk duhen pirë kurrë me stomakun bosh. Këto lloje medikamentesh shkaktojnë gjakderdhje gastrike në momentin që futen në stomak dhe humbasin efikasitetin e tyre. Kur mos bëni aktivitet fizik me stomakun bosh. Nëse mendoni se do të humbisni në peshë duke mos ngrënë, gabojeni rënd. Kur kryeni një aktivitet fizik, organizmi përdor glikogjen, një lëndë e cila vjen nga ushqimi. Nëse ju nuk keni ngrënë, atëherë trupi juaj do të djegë muskujt dhe do të nxjisë akumulimin e tepruar të yndyrnave. Mos bëni pazar me stomakun bosh. Të bërurit pazar nuk kërkon vetëm një kulet të mbushur plot, por në fakt, në qoftë se ju bëni pazar me stomakun bosh, atëherë ju do të shpenzoni më shumë para për ushqime me shumë yndyrë dhe kalori. Ndërkohë, gjithmonë duhet të dini ju jeni çfarë hani dhe kjo është një fjalë e urtë shumë e njohur për të gjithë. Sipas ekspertëve, ajo që ne bëjmë para një vakti, gjithashtu ka një ndikim të madh në shëndetin ton. Ne këtu do t'ju tregojmë se çfarë ndodh me stomakun tuaj në qoftë se ju bëni disa veprime të gabuara. Mos merrni antiinflamator. Sipas ekspertëve, aspirina, paracetamoli dhe ndërkohë ilaçet e tjera antiinflamatore jo steroide nuk mund të merren kurrë me stomakun bosh. Jo vetëm që zvogëlon efektivitetin e tyre, por shkakton edhe probleme serioze shëndetësore të tilla si gjakderdhja gastrike. Mos pini kafe. Edhe kafeja pa kafeinë stimulon prodhimin e acidit i cili mundet që të shkaktoj urdhë dhe ndërkohë probleme të tjera të traktit tretës nëse pihet me stomakun bosh. Kapërcimi i mëngjesit dhe gjithashtu mos pirja e kafes
mund të çojë në një mungesë serotonine dhe me një humor tepër të zymt për pjesën tjetër të ditës. Mos pini alkool. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se pa ngrënë, shkalla e thithjes së alkoolit rritet me një faktor të paktën 2 dhe është e njëjta si gjatë injeksionit të tij intravenoz. Në të kundërt, heqja e produkteve të prishjes së alkoolit ngadalësohet, gjë e cila provokon një hangover të rëndë. Efekti i shpejtë i alkoolit në trup nuk kalon pa pasoja negative në mëlçi, zemër dhe në veshkat tuaja. Mos hani çamçakës. Sipas ekspertëve, acidi tretës i prodhuar ndërsa jeni duke përtypur çamçakës shkatërron rreshtimin e stomakut bosh. Mbingopja me çamçakës mundet që të shkaktojë gastrit. Është gjithashtu e vërtetuar shkencërisht se njerëzit të cilët përtypin çamçakës preferojnë ushqimin e shpejtë sesa frutat dhe perimet. Mos u trajtoni intensivisht. Ndërkohë, ekziston një mendim se ushtrimet në stomakun bosh djegin shumë kalori. Në të vërtetë, kjo nuk ndikon në humbjen e djamit. Nga ana tjetër, humbja e muskujve është e vërtetë. Intensiteti i ushtrimit zvogëlohet gjithashtu pasi trupi nuk ka energji. Të bëni pazare. Sipas ekspertëve, të gjithë e dimë që uria na bën të blejmë më shumë ushqim se sa ne kemi nevojë. Në fakt, një stomak bosh na bën blerës edhe në dyqanet jo ushqimore. Sipas ulëmtimit, mesazhi i brendshëm i unë dua ushqim zbërthehet në thjesht unë dua. Dhe personi i famshëm i bindet këtij mesazhi duke bler gjëra tepër të panevojshme. Mos pini lënga grumesh. Acidi dhe fibrat e forta të cilat përmbajnë agrumet irritojnë stomakun tuaj bosh, i cili është veçanërisht i rrezikshëm për ata të cilët kanë gastrit ose rrezikojnë ta zhvillojnë atë. Mos debatoni. Sipas ekspertëve, studiuesit kanë provuar se uria na bën më pak të kompozuar, ndodh sepse vetë kontrolli kërkon energji, e cila ka mungesë kur stomaku juaj është bosh. Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm sepse na jep energji, gjë që është thelbësore për gjithë ditën, ndaj nuk duhet që ta kapërcejmë. Çfarë nuk duhet të ham me stomakun bosh? Kos. Është të vështirë të imagjinohet mëngjesi pa pijen tuaj të preferuar të qumshtit. Megjithatë, kosti përmban baktere të shëndetshme më shumë se qumshtit, të cilat nuk arrijnë në zor kur pihet me stomakun bosh. Këshilla është që të hani diçka përpara se të konsumoni kos. Banane. Frutat janë një zgjidhje e mirë ushqimi me stomakun bosh, por jo bananet të cilat çojnë në një rritje të papritur të sheqerit të thjeshtë, por më pas në rënien e tij të shpejtë. Prandaj disa njerëz do të kenë sulme urie më vonë gjatë ditës. Agrumet, limonët, portokallet, grapefruti, mandarinat janë plot me vitaminë C. Megjithatë, acidi që ato përmbajnë mund të sulmojnë mukozën dhe të shkaktojnë dhimbje në gojë dhe në fyt. Nga të gjitha agrumet lejohet vetëm limoni i holluar me ujë. Mirë, po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mikut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!